Hello friends, welcome back and happy Thursday. Today is July 2, another wizarding vlog. Here came another wizarding world, my wizarding diary dhe kështu që pa humbur kohë po vazhdojmë, do dalim dhe do të shkojmë të shohim që do të kemi edhe sot, një video tjetër pas videos së parë të my wizarding diary, edhe të shohim kështu se si do t'jetë, çka do t'jetë dhe se si do t'javëm. Kemi filluar mirë edhe po bëjmë tani një video tjetër, to Wizarding World e kam përfunduar me 7 sezona, kjo është sezoni 7, kemi filluar sezonin e parë me My Wizard Diary, apo ditari i magjistarit. Kështu që të shohim se koha sot kështut, po dalim edhe se di se qa do t'ju tregoj. Ja ku jemi tani këtu tek parku edhe jemi marrë pak energie. Ishim në një treg edhe mora diçka, një gjë të vjetër, do t'ju tregoj për ram mbrenda të fotografi. Nuk e dua, ndoshta me lon dikon, por se di. Do të bëjmë diçka të vendosim aty dhe kështu. Jemi këtu hija. Do të shkojmë tashti të poshtë edhe të shohim. Kalt, i gjithë kaltët. Shiko, ka fillu edhe këtu dielli për atë arsye dhe tani po quhem, por që shiko. Çto të heqi janë, çto edhe pyet tregoj. Shiko se sa bukur rami, po më pëlqen shumë. Ishte fantastik, po largoj po vendos ke ndaq këndi, ndaq këtu, edhe 90 cent, shiko, ishin do lule, trëndafila, po unë këto du me largu për me vendos another something tjetër foto, edhe vetëm për këtë ramin që më pëlqej,
fantastik, ish black edhe ka qëtu të cilën unë i kam dhe ish e rumullak të cilën po u rregulloj. Kështu që ja ku është qëto, të ka kallëcu kushtet edhe qështë. Ja ku jam marrë tani këtu në Sinsay. Në qyrë të shka me ble të shështë qako. Të shumë. Qyri fleta me drita, qëto ku kanë qështu, edhe qato qatje, qëto, sa interesant këtu kështu. Qyri Summer Rain. No. Qyri që sa e bukur. Qyri sa e bukur. Qyri dhe kjo taman somar. Wow, sa fantastike. Që këtu për fotografia. Kujna i pëlqen këtu sa e bukur. Edhe që kjo ajheta, kështu. Shka sa bukur. Shka sa interesant. Shtyra të këthyra. Se vëra bodi foto. Shiko Vosnia. Wow, që kjo new. Për Summer Rain. Shumë e mirë. Që dhe që kjo me ftyrë black. Black. Që kjo me cat. Oh my god, sa e bukur që kjo. Sa është që kjo. 3 euro. Wow. Qyre tash këto, sa, fantastike. Qyre kjo 2 euro e gjys. Të me lirim. Që kjo është drejt. Këti është me lirim që kjo. Që kjo po më pëlqen për fall time. 5 euro. Edhe black. Nish. Që black. është 13 euro. Ja, ku jam tani këtu në shtëpi edhe të t'ju tregoj për me rregullu të shohem se qa ku marr. Shiko, si ma ka bërë këtu fantastike me këtu, të cilën do ta vendosi këtu, e ka bërë tamam këto për këto, e kam bërë Aleksandrie, edhe du me qitë qëto dikon, po dysha me qitën qëto, qështët, edhe me qitë qëtë fotografi qështët, po di, është qështët, edhe qështët të naltë, s'po me kuptu, qëto duhet me pre edhe me vendos qëto. Kështu që të shohim se si do t'ja bëjim dhe për me nxjerr to. Ja, dhe ku bo, kjo diçka pakës ish ma e shkurt. Nuk e di pse, po livrit ke, por që taman është mirë, o kry. Kështu gjami, ndoshta edhe me hik gjamin me vendos veç letra nuk e di, por që mirë. Shiko, taman magjistari në këtë pjesën këto, shumë bukur për rike me ngjitë edhe një baski për me vendos. Ja ku e kam edhe ritualin e gjithës, ku e kime marrë gjithën këtu për ta sill me këtu kështët dhe letra taros me këto dhe po e marrin energjinë edhe na. Energjinë e gjithë dhe të gjelbruara të Summer Rain dhe kështu që e marrim edhe vendosim këtu, të thënë po e vendosim gjithmonë qështët. Okej, dhe ja ku është këtu. Coffee time. Coffee time.
Kurse tani jam duke shkruar ato letrat e taros, të cilët çdo ditë po i tërheq nga një dhe po i shkruaj kështu, shiko, sot është letra e katërt. Okej, kam shkruar nga letra e parë, qështu, dhe po i bëj një farë forme tjetër. Kështu që po i marrë të dhënat nga telefoni. Ka disa të cilët është elementi, është kuptimi i përgjithshëm, kuptimet kryesore, mesazhi shpirtëror, pastaj është nëse del një lexim dhe pastaj fillojmë simbolika e figurës edhe fjalët kyçe, përmbledhja. Kështu është një të cilën po del kështu dhe ja ku po shkruaj. Tani kështu. Kryqen të gjitha se del në lexim, se del në lexim. Dhe kështu. Shiko, jam duke i mbledhur këtu bishtat e qurshijave. Shiko këtu vetëm janë tho tani më për mi vendos edhe pakës. Të më thonë, ja ku janë qurshija po të mi kallëzu dhe këtu bishtat e këtyne po i mbledh edhe po shiko se sa mirë, po më tha për shkak se me bu qaj. Ja ku është këtu një pjesë të se është tha dhe e kam fillu me vendos këtu. Është edhe një pjesë tjetër atje jashtë që janë akoma të gjelbërta, nuk janë tha, kështu që pasi ti ham këtu, po i mbledhim këtu, po i vendosim, po i terim edhe së bashku, pastaj do të bëjmë një çaj të mirë, fantastike. Shiko se sa janë të thara kështu dhe ja ku janë qërshijat që mos t'i hedhni kështu dhe po bëjmë një çaj nga këtu. Kështu. Ja ku janë këto tjera të cilët që thash, të janë të reja, shiko janë akoma greeni, po kur po thahen, po bëhen një ngjyrë tjetër, po e marrim të bëj kaftë. Kështu që kjo ku është edhe këtu, por ja ku kemi krijuar, kemi bërë edhe turshi kështu. Shiko se sa mirë me këtu fleta fine dhe me biberi. Taman trongoj kështu. E ka kjo trongoj dhe shumë mirë edhe kjo. Ja ku jam në qytet edhe jam dalë me shëtit mbrëmje, por edhe një jam të më tregu Hana, shiko Hana, që dalë bez tyre. Është në qytet po duket taman e rrumbullak, edhe pse nuk është taman e rrumbullak. Shiko, një hamburger klasik, tani për ta ngrënë natën, dhe ja mbrëmja me qira këtu në balkon. Shiko, kjo shtëpia e bukur po e dhesim, qef, sa kjo greeni këtu, kjo këtu, dhe fantastike. Kështët, pamje bukur natën. Ja ku jam këtu sonte jam në balkoni edhe
por I këtu, shikoj, I gjithë vetëm me pijama, edhe këtu e kam me vete shishën e ujit, normalisht ujit tani, edhe qëto që po I këqyri videot, këtu po I lu dhe e kam me veti këtu edhe kristalin, të cilën duke I pa videot edhe duke I shikuar, po bëjmë edhe relaksimin e mendjes dhe në këtë natë. Akoma hana nuk ka dalë, por që të shohim. I kisha edhe qiriun e ndezën këtu, por që e ndala tani, që një kohë edhe kështu që kjo, këtu por I kam flowers, I kam këtu scary flowers, këtu edhe qështët sa bukur, fantastike, po duket edhe me tavolin këtu, të cilën pori, dhe qyteti është pothuajse afër ora 1 e natës, por që unë e pori qëtu tek. Pastaj do ta përfundojmë edhe videon e të shohim edhe kjo videoja e dytë për korrik. Kjo pra është edhe tëra sa I përket edhe kësaj video që kem përgatitur për sot. Gjithë ju që pëlqeni videot mia bëni like, bëni subscribe për pa të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.